Ti dhe durimi. Durimi është moral i lartë, është virtyt shumë i çmuar. Durimin e do Allahu xhalla xhelaluhu. Durimi apo sabri shpërblehet pa hesab. Durimi sjell në jetë shumë të mira. E kundërta mosdurimi, shpejtësia, ngutja, nxitimi janë që e bën njeriun të penduar, ndoshta edhe më njëherë, e sigurisht që po se po më vonë. Njeri kur duron i bie të përbijë një të hidhur, të te i kaloj një të paknaqshme, të duroj diçka që mund të duket e padurueshme. Qofshin fjalë të njerëzve, qofshin ngjarje, qofshin lajme të këqija të cilat edhe nuk mund të ndryshohen. Nuk e kem fjalën këtu vetëm për vdekjen, vetëm për smundjen, vetëm për gjithçka tjetër. Mbi gjitha është shumë interesante. Shumë konflikte mes njerëzve. Shumë njerëz nuk flasin ndërmjet vete për shkak të një fjale të rëndë, sepse nuk ka mund ta duroj. Si nuk e duron vllai vllain, si nuk e duron gruaja burrin apo burri gruajën ndonjëherë. Si nuk e duron fëmia djalin e tij. Si nuk durohim ndërmjet vete, ta duron njëri tjetrin, të shtojmë pozitivitet, sepse me durim të arrin jashtëzakonisht dyrë të mëdha të afërsisë me Allahun. Durimi në fakt është si kuraxherimi. Ti po se patë durimin ta përballosh urien nuk mund ta agjërosh. A kur agjeron bëhesh i devotshëm, e kur bëhesh i devotshëm bëhesh banor i xhennetit dhe bëhesh pjesë që të udhëzon Kur'ani. Durimi pra është shumë mirësi e madhe, nuk bën ti të jesh i nxituar, nuk i bën të jesh i mërthyer për çfarë do që të ndodh. Duro, sabër, innema yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab.